Pas 2 vlezërve jam vajza. E vetme, e treta, më e llastuara. Kur lind unë, edhe vinë mamit e mjekët aty, edhe i thënë për hajrt, ka ardhur një gocë në jetë, edhe nana ime habitet, thotë, si be një gocë, ju çun keni thënë deri sot. Kështu që jam nis për çun si më duket kom dalë gocë. Kom pat një gjyshe, e ka pat emrin Shefie, gjyshja ka qenë turke, e martuar me shqiptar, kur kam qenë 9 muajshe, bebe, si ka qenë furgon, edhe veç kam fillu me një moment, bëj kështu të këndoj. Babi ka qenë njeriu ardashësi më i madh i muzikës, është një qytetar i vjetër i Tetovës, edhe pse me profesionin ka qenë jurist. Aq ëndër e ka pat edhe gjithmonë ka dash njëri për fëmijëve të jetë muzikant. Kur vi një jetë unë, baba im thot, po, këto 2 çunat i çova në shkollë të muzikës, nuk u bën gjë, me zor kjo punë nuk shkon, pse ta shoj edhe këtë kot? Po unë dale kundërta, si e vogël me babain, kom marrë pjesë në shoqërinë kulturore artistike në Tetovë Xhelatin Ziqiri, kur shifja që po kërcenin valle aty, unë me një qosh kërceja bashkë me ato, Femi Shaqiri, koreograf prej Shqipërisë, Tiranës, edhe ai më shef me një qosh që unë kap ritëm edhe kërcej shumë bukur. Edhe i thot babait tim, po kjo goca ka shumë talent për të kërcyer. Merr edhe më fut me një pjesë, me një valle shqiponjat në fest. Jeta ime ka qenë gjithmonë me shumë mund, shumë luftë, shumë tragjedi, shumë ndodhi. Edhe gjithmonë kom luftu me jetën, kom pas shumë ngritje, zbritje. Po asnjëherë jetën time nuk jam ndërzu, gjithmonë kom luftu. Shumë dyrë jam mbyll. Shumë njerëz më kam bullizu. Kom lut shumë kompozitor. Kur do fitoj, do t'i paguaj ose merr gjithë lektive të mua realizo ëndrën. Ka pas shumë njerëz që më kanë mbyll derën edhe më kanë thënë që ti nuk mund të bëhesh, ti je një fëmijë i shëndosh, ti nuk dukesh seksi, ti nuk dukesh bukur. Unë realizova gjitha ato që desha. Realizova ëndrën time, arrita suksesin, arrita që të më donë mu populli shqiptar me paraqitjen time, ashtu si isha bullafiqja, një fëmijë i shëndosh, me karakterin tim. Pasi arrita vendosa ta bëj operacionin tim, që e bëra stomakun, ishte pas një viti nga stresi, mu shfaq një lukth ulqera. Zgjohem mëngjes edhe me dhimbjet mëdhaja të stomakut. Marrin me urgjencë, futin në salë për të më operu. Kërkoja me çdo kusht që të më dërgonin në Turqi. Edhe më thot mjeku, ti nuk ke kohë për shku as në Turqi, as kund. Se ti nëse nuk operohesh për 24 orë, ti mund të ndrojsh jetë. Mas 3 muajve e marr veten, nisë rrugën për në Amerikë për turnea. Kishte 2 ditë që unë marr nanën telefon, marr baban telefon, nuk ma hap asnjëri telefonin. Dhe marr vllahun tim, ma thip do të them diçka. Po tha mos bë panik. Nëna ka marr sulm në trup. Kur u ktheva e pash në rëndimet pa lëvizshme. Pa fol. Edhe më shiqonte sy. Çfarë duhet bëj, thosha, ku duhet ta çoj nanën, ku duhet ta çoj, ta dërgoj vetëm nana ime të kthehet si ka qenë. Isha shumë me face atje në Turqi ja dola. Filloi të kthehet se si ka qenë. Për mua ka qenë viti më i keq, viti më i vështirë. S'muem unë, mas 3 muaj. Nana, mas 9 muaj më ndroi jetë baba. Atë vit që ishte ai viti shumë i rëndë, deshti Zoti që na gëzoi me mesën ndohen. Edhe ajo është si duket kopje ime edhe babit tim. Është e vetmja gjë që më ka bërë jetë, që më e shejtë. Jo se ona në ime, po s'ka si ajo. It's go, 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 go.